Cilat kanë qenë pozicionet tuaja drejtuese, organizuese që keni pasur në televizion? Në vitin 1989, unë isha zëvendës shef i redaksisë së pionerëve dhe rinisë, si quhej, isha zëvendës shef. Por kështë filluar të bëja dhe gjëra tjera dhe mu krijo mundësia që t'iki për herë parë jashtë shtetit. Dhe jashtë shtetit kam bërë një reportazh në Algjeri, ku shkoi një grup prej çunash dhe gocash artistë të rinj, midis tyre ka qenë më njëra Parashevi Simaku, dhe pastaj Shpëtim Saraçi, që ishin të dy studentë në Akademinë e Arteve, në Institutin e Arteve. Këtë emision e kam xhiruar vetë me film të gjithin, sepse mu vu kusht që nëse do shkoj një gazetar, të shkoj edhe artikullin për Zërin e Rinisë, po të shkoj edhe operator. Dhe unë i bëra të treja këto punë. Mi po fitova shumë besim ke vetja dhe ke të tjerët. Dhe në fillimin e protestave në qytet studenti, unë kam qenë i nxitur qoftë personalisht, po qoftë edhe profesionalisht, që të shkoj që ndonë qytetin student, se bëja misionet e Rinisë, bashkë me i kolegë timin që sot është në Amerikë, Zim Gjurezi, që jeton në New York. Kemi shkuar atje, madje kemi xhiruar një herë, na thanë mos i transmetoni, pastaj ç'bëm dhe transmetoj një kronik nga ajo që po ndodhte atje, po s'kishte filluar zjarri i madh. Kur një ditë, dhe unë kujtoj edhe me datë, ka qenë 16 dhjetori, kur Alfons Gorashi, i ndrit shpirt atje ku është, më thotë Angel, hajde me mua, se ti që bën emision e Rinisë, je më i rëndësishëm se unë sot. Se kuptova. A keni makinë? Tha po. Merrni dhe operatorin, unë me gjithë gëzimin, në një makinë, Alfonsi me grupin e tij të xhirimit, me Gazmir Shtinon, që njifet atë këtu, shkojmë dhe drejtën Komitet Qendror të Partisë. Dhe drejtën zyrën e protokollit. Alfonsi i thotë atij, kanë ardhur këto çunat, do shkojnë ke studentët. Deri këtu s'kuptoj mos i gjë. Thaj, do shkosh ti, këta s'kan punë. Po duhet vinë këto të dy, se këta e bëjnë emision e Rinisë. Ora, unë po them që s'kan punë, këto do shkosh ti. Dhe se që tha, është porosia e shokut Ramis. Dajmë për jashtë, më thotë Fonsi, më hypni makinës një marrë pa meje. Drejtën Pallat Brigadave. Të dera Pallat Brigadave, të rojë dhe gardës, sa pa më Fonsin, sa e ta Alfonsi kështu, drejtën mrena. Futën e thotë Alfonsi, a diti që do vi profesia studentëve sot këtu tash po ta them tha. Pallat Brigadave, drejt e ke salla. 2 operator, siç ishin, një i kisha unë të emisionet e Rinisë, një i kishte Fonsi. Fonsi kishte Bujar Koren, unë kisha Gasper Shllakun. Tani është takimi me Ramzalin? Ramzalin. Që bukur, masa kam ca pyetje për të. Ne aty dhe shikojmë që salla ishte siç është kjo. Kuptohet çik më e madhe, tavolinat ishin për si gjëri, mirë thash. Aty ishte tavolina. E kishim burgate ku do rritej Ramizi. Tani as mikrofon as gjë aty, vetëm një tavolinë me 3 karrige. I dinë ato se kush do voli, kishin marrë masat. I them Fonsit unë, o vlla, do vinë studentët? Po, sa student do vinë? Valla nuk e di, do vinë një autobus me student, këtë e ditë Fonsi. Do vinë një autobus me student edhe po mirë, do merren një intervistë të studentës, se një po ja lejmë asaj tavolinës parë, po mikrofonin tjetër. Do të merrem me studentës, ky është bashkëbisedim, ky është debat, ky është ku diun se çfarë. Tani ne e parandjenim që do ndodhte gjë se tëra proteste studentëve ishte zgjidhur goja, ato bilatyri që do vinin, do ishin më gojë zgjidhurit ato. Edhe i them ata ndryshojmë këtë sallën, i thash, po çfarë ndryshojmë? Ti vëmë tavolinat për kështu. Hark që mikrofonit lëvizi, mos lëvizin në 10 rrjeshta, po lëvizin 4 rrjeshta. Edhe në gjatësi shkoj darmdar. Me po në atë kohë mikrofoni ishte me kabull. Edhe mirë tha, e bam këtë punë ne, kur pas i qike, kur ne po rrim, po prisim studentë, hyra mizi. Djema si jeni, mirë në kështu, si matë që janë në sofër. A jemi gati? Gati jemi. Edhe i them unë, morë guximin, i them, Shokorabiz, ne ndryshum pa pyet njëri këtë, se kështu na vjen për marë. Mirë keni bërë djema, tha. Erën studentët, autobusi verë nga këta autobusi që punon të Urban Tiranë.
Po na bëri përshtypje që ishin dhe pedagogët. Ishin 4-5 pedagogë. A unë ke rada parë Azam Ajdari, Arben Broçi, ke rada dytë Pandeli Majko, Imami. I maj me këto që njifja. Nja 2 gosa kështu në anë, dhe kur filloi takimi, unë me gjithë kolegun tim shku mu ullu në fund fare. Ne mashim vetëm shënime, që të bëmë. U bëje që u bëmë, mbaj mund një shemsi që ishte ngjitur me Azemish me zëtin gjirur. Mbaj mund debatin e Ben Imamit me Ramizin. Edhe në fund fare pastaj fjala e Ramizit ta që partia ka vendosur pluralizmin e tjera njëra tjetrën. U kuptu që Ramizi kishte nga amande më dhe kështarë për të deklaruar ke studentit këtë për të qetësuar gjakrat në qytetin studenti. Dhe ky ka qenë takimi, pastaj e morëm këtë me vrap kam shkuar unë atë punoni me kamera bosh me bobinën me vrap për ta montuar. E morë dhe për të montuar, unë shkova prapë në qytet studenti pastaj për të marrë intervista. Si do reagoni studentit, masi ishim 1 orë pasi u shpall pluralizmi. E bëm ca intervista me këta njerëzit. Ky ka qenë takimi, po më ka rënë gjithmonë që me këtë takim kanë abuzuar shumë media. Ishte i skenuar edhe pyetjet ishin të caktuara. Jo. Ramizi dëgjonte studentët dhe jepte përgjigje, ashtu siç donte. Dhe studentët e pyesin ashtu siç donin. Edhe studentët diskutojnë deri aty saqë pati dhe një debat që unë e kujtoj me njërin nga studentët ta, ju shoku Ramiz ta keni qenë general. E pasi debati tha, general kam qenë unë, tha, unë kam qenë kolonel. Deri këtu shkoj muhabeti. Pastaj mbaj mend që qëndrim dinjitos kanë marrë këta pedagogët, Ben Imami dhe ky Edmond, aktori dhe regjizori, se s'po më kujtohet mbi emri. Mbaj mend që studentët ishin tepër trima, dhe do ta them, se kam thënë, po ishin shumë trima. Jo vetëm Azemi, që ishte në radhën e parë. Kishte në radhën e parë përballë Ramizit. Ramizi kishte vendosur për ta komunikuar pluralizmin apo nga inzitja? Po. Kishte ardhur, po nuk deshte ta plasë me njëherë. Po e kuptoj. Ishte metoda e tij, siç duket. Ai në krah kishte për të justifikuar para njerëzve që ishin nostalgjik për sistemin. Po. Në krah kishte këtë sekretarin e parë të Komitetit Qendror të Rinisë. Lezaj? Lisen Bashkurti, duket. O Lisen. Por mua ka qenë gjë shumë e bukur. Ka qenë shumë e bukur, e di pse. Se po herë të parë, pa student që ne themi ishte zgjedhur gjuha. Nuk pyetën se kishin përpara Ramizalin, të parin e vendit. Nuk pyetën fare. Madje Ramizi shpeshherë bënte s'kishte çfarë thoshte. Te kur e pa që s'ishte nga amante, pastaj tha unë po vi nga mbledhja e byros politike kështu. Vjen keq që disa media abuzojnë dhe flasin në emër të këtij takimi sikur kanë qenë vetë. Në çfarë prizmi abuzojnë? Abuzojnë të kemi qenë ne që e kemi xhiruar, ne kemi qenë. Ndërkohë që aty kanë qenë 2 gazetarë, unë me kolegun tim, Alfonsi 3, e 2 operatorët tanë dhe 2 teknikët. Madje kujtoj që kemi pasur edhe një ndriçues për ndriçuar sallën, që e mori Alfonsi sepse ai dinte më mirë punët. Abuzojnë dhe kanë thënë shpeshherë ekskluziviteti joni, këto pamje, i ka xhiru filani, fisteku. Më thënë paturpsi mediatike. Po çkella, kur s'ke qenë, mos fol. Ky ka qenë, si thua, fillimi, do vinte viti 91, dhe ka qenë rastësi, pastaj kjo rastësia që unë vajta tek studentët më kanë ndjekur në shumë gjëra tjera. Kjo rastësia, mas kësaj. Më kanë ndjekur rastësia në 2 prillin e Shkodrës. Kur në vend që të shkonin gazetarët e lajmeve, edhe ekipet e lajmeve, më trasin mua dhe më thonë do shkosh aty. Kujtohet që unë po dëgjoja, ishim në hallin e Pallatit Kongreseve dhe ishin këto politikanë të ri, Gent Spolo këto, dhe po të thoshin me njëri tjetrin, diçka ka ndodhur në Shkodër, dhe ora ishin 9:40. Kur më trasim unë po më thonë do shkosh në Shkodër.
mu kujtua që kisha dëgjuar. Dhe me njëri them pyetëm, ç'do unë vëlla në Shkodër? Jo, po ka kështu, ka kështu. Po ç'do unë vëlla? Dhe njëri nga ato e gjeti, ti e shkodran, ti do shkosh më të. Makinës në Shkodër. Rrugës autokolona që shkonte policeske dhe ushtarake autokolona. Që e ditë e natës? Ja, e ditës. A mëngjes, po. Gjej ato në hyrje të Torovicës. E kishin ndaluar ato. Më thot ai që ishte komandanti i tyre. Ku po shkon ti the? Shkodër, thashëm. Pa di që ke rrugë në mbyllur. Po mirë ta hapim, thashëm. Unë kishte hypë, hypi dhe kuriozitete, se kam qenë gjithmonë natyra aventurës, kuriozitet bashku me aventurën, se kurioziteti nxit aventurën. I thamë më të ikën, e ku shkojnë Barbullush, ishte rruga e vjetër, kishin vënë gur ato. Po, fillon duke bërtit. Çka keni më vë? Ne do ikim, me i tregu popullit çfarë bënon në Shkodër. Edhe ikim në hapur rrugën, shkum në Shkodër, pastaj në Shkodër kishte marrë çdo gjë ku shkum 12. Prapë do t'ju abuzojnë. Kemi qenë ne, po s'ka qenë asnjë. S'ka qenë asnjë. Kush hyte në Shkodër natë? Ka s'hyt asnjëri në Shkodër atë ditë. Po futëm i xhurum, shkom në spital njërin tjetër. I bëm gjithë, bëm i zmetin tamam siç ishte. Asaj pavarësisht se pastaj kur u dha kronika, u dha sipas oreksit të asaj që ju e dini mirë komunikatës së Ministrisë Brendshme, u vu komunikata si tekst. Unë nika nuk e zgjata se më bërtitën, kisha bërë një tekst, më bërtitën më thanë e ke bërë si hartim. Mirë, thashë, kam bërë si hartim, unë po ik. Të nesën tonë të shkojnë në Shkodër, prapë i thash nuk ikim, pushoni nga puna. E që ca tjerë, për varrimin e këtyre të katërve, që i vdiqin këtyre shkretëve. Kështu që më kanë ndjekur rastësia gjithmonë.